A kam gjuna në qoftë se bëj dua që në xhennet burri im tjetë vetëm me mua pa hyrit e xhennetit. Motër, në xhennet nuk ka xhelozi. Allahu Jalla Shanuhu e ka përmend në Kur'an wa naza'na ma fi qulubihim min qill. Kemi me largu atë pjesën ku është xhelozia e insanit. Jo veç mos me pas xhelozi, po hiç edhe ajo pjesa ku kombinohet xhelozia mos me ekzistu fare. Prandaj çka po të këshilloj unë? E para, ju gratë në këtë pikë jeni shumë egoiste. E dyta, dush me u pajtu me atën që ka vendosë Allahu subhanahu wa ta'ala. E treta bën doa që ti me dhe bashortyt me hinë xhenet. Aja është më rëndësi. Pasaj tjetra, apo katërta me radhë, unë po të këshilloj që lutu me diçka më të dobishme se që kjo lutja që e bën ti, nuk po të thamë që është apo s'është gjëna. Është lutje kot. Pse? Allahu ka vendosë që ashtu. Janë sene që nuk ndryshohen. Në mëndë ti lutu sa dush ku që kanë xhenet, ato kanë më kona pet aty. Hyrita fjala. Veç ty ka me të heka ja. Ma mirë thuj o Zot, më shtin xhenet. Pasaj leja Allahu të zhvell pjesët që i takojnë Zotit. Gjanat që i takojnë Allahut leja ati. Ti merë me ato që të takojnë ty, përmirësimin e vetës, përmirësimin e familjes, bashortit, që kumjen së bashku në xhenet, bërjen e duave që janë dobit tonë dhe të bashortit. Pra, Allahu Gjeleshone ka vendosë këtë rregull. Ato do të jenë xhenet. Po ty do të hiqet xhelozia, zilia e tjera, ajo egoizmi. Ka më largu prej te. Prandaj, ti mban, s'ka problem, po nuk o që të pranohet, sepse kjo është çështje e prerë. Prandaj, ma mirë shfryzoj, me diçka tjetër mos e humb kohën katë. Subhanallah.